Almanaku On This Day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1926, qeveria britanike bëri marrëveshje me minatorët dhe i dhanë fund grevës 6 mujore në këtë sektor. 1927, Stalini mori drejtimin e Partisë Komuniste në Bashkimin Sovjetik. Trotski u përjashtua nga radhët e partisë. 1948, Gjykata Speciale e Tokios për krimet e luftës dënoi me vdekje 7 persona dhe me burgim të përjetshëm 16 nga gjithsej 25 të dyshuarit për përfshirjen e Japonisë në luftën e dytë botërore. 1969, Cevdet Sunai u bë presidenti i parë turk që vizitoi Bashkimin Sovjetik. 1969, gazetari amerikan Seymour Hersh, laureat i çmimit Pulitzer, zbuloi masakrën e My Lai në Vietnam, ku trupat e SBA-s patën vrarë rreth 500 civil, mes të cilëve shumë gra e fëmijë. 1969 ndron jetë në moshën 70 vjeçare politikani kinez Liu Shaoqi. Shaoqi ishte një revolucionar, politikan dhe teoricien kinez. Ai ishte kryetari i Komitetit të Përhershëm të PKK-s nga 1954 deri në vitin 1959. 1970, në Indi dhe Pakistan, do të ndodhte një nga ciklonet më të fuqishme të rëna ndonjëherë, jo vetëm në këto dy vende, por edhe në mbar botën. Cikloni Bhola, i vitit 1970, ishte një stuhi shkatruese tropikale që goditi Pakistanin lindor dhe Bengalin perëndimor të Indisë, e i mbetet cikloni më vdekjeprurës tropikal i regjistruar ndonjëherë. 1982, në Bashkimin Sovjetik, Yuri Andropov bëhet sekretari i përgjithshëm i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste, duke pasuar Leonid Brezhnevin. 1987, ndroi jetë Lazar Gusho, i njohur me pseudonimin Lazgush Poradeci, arsimtar përkthyes shkrimtar shqiptar. 1996, një avion pasagjerësh dhe një tjetër mallrash, cargo, që të dy pjesë e flotës së linjave ajrore të Arabisë Saudite, u përplasën në ajër në afërsi të New Delhit, Indi, duke shkaktuar vdekjen e 349 personave. 1998, kreu terrorist Abdullah Öcalan u kap me pasaport false në aeroportin e Romës, pasi ishte arratisur nga Rusia në Itali si rezultat i gjurmimit këmbgulës të Turqisë. 1999, ende në ndikimin e traumës së tërmetit të 17 kushtit të atij viti, Turqia u trondit këtë herë nga një tërmet 7.2 ballësh që shkaktoi 845 të vdekur, 4948 të plagosur dhe rënoi mbi 15000 ndërtesa në Bolu, Duzce dhe Kainasli. 2001, një avion pasagjerësh i cili ishte ngritur në fluturimin nga aeroporti JFK i New Yorkut, rasti pasojë një seri e gabimesh në pilotim. Ky aksident ajror mori jetën 265 njerëzve. 2003, treni Shanghai Trans Rapid përcakton një rekord të ri botëror të shpejtësisë. Ky rekord arriti në 500 km/h për sistemet e kurrëdore komerciale. Ky tren mbetet më i shpejti për automjetet e kurrëdore tregtare të pamodifikuara. 2017, Iraku u trondit nga një tërmet 7.3 ballësh. Kjo fatkeqësi natyrore shkaktoi vdekjen e 348 personave dhe plagosin e rreth 6000 personave në Irak dhe Iran.